miliard zakonshëm që nuk vjen nga fusha e financës lartë këtë historinë. Dhe nga ana tjetër ka një problem tjetër. Duket se brezi i ri i shqiptarëve, ndryshe nga prindrit e tyre që e kishin 90% normën e zotërimit një prone, po qasen në përqindje shumë të ulta. Sa është tregu aktualisht i brezit, le të themi, deri në 45 vjeç që janë zotrues vetë dhe gjenerator vetë të pronës së tyre, jo trashëgimtar? Për të qenë shumë i sinqert, është në rënje. Pra nëse shqiptarët po jetojnë me qira. Shumë shqiptar nuk është se do donin të jetonin me shqiptar, domethënë për këtë do ne që nga historia na ka treguar që ne kemi ëndër të kemi një shtëpitonën dhe shumë mirë ta kemi shtëpitonën. Duke marrë parasysh që vlera e shtëpive me qira sot shkon nga 500 euro 1+1 dhe në vlera më të mëdha, po flas në qendër, se në periferi mund të gjesh dëm lirë. Por ai që merr në cilën periferi? Në periferitë e degraduara, geto se periferitë e reja të mira. Kjo është tjetër gjë. Domethënë një gjë tjetër është që ne mjaftojmë me shumë pak. Për shembull, hap Unaza e re e Tiranës dhe ne po e bëjmë sigurisht një nga shpiket më të mëdha, ndërkohë që në çdo vend të Europës është krejt normale që ti të kesh një Unaz për të gjithë. Pra, se po rritet vlera edhe pas kuqanit, po thua. Sigurisht pra. Vetëm sepse është hapur një Unaz dhe imagjino me sa pak dhe për të patur një apartament të vetëm, një çift i ri, sot është bërë më e pamundur, shumë e pamundur për shkak edhe të gjitha këtyre kushteve që ne po flasim sot. Pagat e ulta, mos stabiliteti në punë, për të marrë një kredi, sepse nga njëra anë për shembull banka kërkon që të ketë shumë siguri për të dhënë kredin. Dhe nga ana tjetër, hajde tani një çift i ri i cili sapo ka dalë në jetë, ku do t'i ketë gjetur gjithë ato të ardhurat. E vetmja formë për të garantuar pjesën që i duhet vetë është prej familjes. Ose të gënjej bankën, që është më e zgjuar. Se gënjen dot bankën sepse ti do vesh me fakta